Po flisnim pak më parë për udhëtimet, për atë urimin që shpesh e kemi bërë njëri tjetrit, pas sa më shumë vula në pasaport. Që rrjedhimisht tregon që ke udhëtuar mjaftueshëm edhe ke shijuar gjitha eksperiencat. Megjithatë, duke nisur nga 12 tetori, kjo ndryshon, nuk do të ketë më vula në pasaport, për ata që udhëtojnë për herë të parë, do të bëhet një regjistrim ndryshe elektronik përmes të dhënave biometrike dhe imazhit. Për sqarime dhe për çdo paqartësi që në fakt ka ngritur shumë pikpyetje tek qytetarët, ne kemi të ftuar në studio avokatin Alban Duraj për të sqaruar të gjitha. Mirëmëngjes avokat, mirëseardhje. Faleminderit, mirëse gjitha. E para ta nisim nga mënyra si e shihni ju këtë ndryshim të udhëtimit në Bashkimin Evropian për thuajse të gjitha vendet në të cilat përfshihet edhe Shqipëria. Ne do ta sqarojmë gjatë këtij diskutimi që kjo është pozitive, por paraprakisht dua që të qetësoj qytetarët, sepse kemi pasur në por në një intervistë në një televizion tjetër, ku shumë qytetarë, nga mënyra se si është paraqitur kjo risi lidhur me kalimet në pikën e kufirit për vendet e Bashkimit Evropian, janë friksuar, por nuk është qytetarët nuk duhet të friksohen, sepse nuk ka asnjë ndryshim lidhur me kriteret për të lëvizur nga Shqipëria në vendet e Bashkimit Evropian, pra janë të njëjtat kushte, që do të thotë qytetarët duhet të kenë një pasaport e cila minimalisht duhet të jetë 6 muaj e pa përfunduar, pra skadence, duhet të kenë një bilet udhëtimi e vajtje-ardhje në një nga këto vende ku do qëndrojnë. Së treti duhet të kenë një prenotim, minimalisht rezervim hoteli për ditët e qëndrimit, por edhe në momentet saktuar është dhe një vlerë e përsaktuar, ajo përllogaritet tek 50 euro në ditë, që qytetarit duhet të ketë me vete. Për ditët e qëndrimit që do të ketë. Për ditët e qëndrimit, por to kontrolli këtyre nuk është se bëhet në mënyrë strikte, që do të thotë jo çdo qytetar i kontrollojnë këto, por mund ndodhe që njerë në kaq kohë mund të qytetarëve aplikohen gjitha mund të aplikohet që mund të jetë kontrolli në pikën kufitare. Pra deri këtu asgjë nuk ndryshon, siç ka funksionuar më herët. Nuk ka asnjë lloj ndryshimi, por duke filluar nga viti 2017, Bashkimi Evropian ka menduar, duke qenë se ka pasur probleme lidhur me qytetarët të cilët vinin nga vendet si Shqipëria, domethënë këtu marr Kosovën, po Kosova në atë periudhë nuk i kishte liberalizuar vizat, Maqedoninë, pra një sër vendesh të cilat kanë mundësi të pjesshme për të lëvizur në Schengen, pra kanë mundësi por nuk janë antarë të Bashkimit Evropian, me përjashtim të Zvicrës, që është pjesë me të drejta të plota, pra nuk është në Bashkimin Evropian, por ka mundësi qytetarët që të lëvizin, të punojnë dhe të jetojnë në vendet e Bashkimit Evropian, të ngrihet një sistem i cili quhet EES ose Enter Exit System, dhe ky sistem doli si nevojë për të kontrolluar sa më strikt, apo bërë një kontroll më i detajuar i qytetarëve të cilët do të futen në vendet e Bashkimit Evropian. Po pse lindi kjo si ide? Lindi sepse ishte konstatuar që shumë nga këta qytetarë kishin probleme përsa i përket dokumentacionit, pra shumë prej tyre falsifikonin dokumentat në mënyrë që të qëndronin më gjatë në vendet e Bashkimit Evropian dhe aty mund të qëndronin për qëllime edhe të mira, që do të thotë qëllime pune, por që në fakt jo në rregull me rregullat e vendosura. Po patjetër, sepse e lejushme është 6 muaj, pra brenda 365 ditëve, apo brenda një viti, vetëm 180 ditë mund të qëndrosh në këto vende, nuk kemi të drejtë pune, pra shtetat si shqiptar, kosovar nuk kanë të drejtë pune, por kanë të drejtën e vizitës. Dhe duke parë, të nuk e bërni vetëm shqiptarët e Shqipërisë dhe ata të Kosovës, por edhe qytetarët e tjerë të cilët janë në të njëjtën regjim si puna jonë.
Në fakt është tentuar dhe menduar edhe vite më parë, po tani u bë e mundur. Çfarë e solli këtë mundësinë, si thua? Frika që kanë pasur vite më parë që tentohej dhe mendoj që mund të bëjë një formë e tillë, ndërsa tani që vjen konkrete dhe është një teknologji e re që ta bën më të mundur, më të thjeshtë apo edhe për çështje sigurie më shumë, domethënë nëse vishën në një peshore, cila do. Këto janë të gjitha, pra ata i kanë menduar. Kemi vitin 2017, e cila i është hedhur si ide, kanë menduar mënyrën se si do të gjetet zgjidhja, teknologjia, instalimi i softwareit, mënyra e kontrollit dhe është bërë e mundur që në datën 12 tetor të vitit 2025 të filloj për herë të parë aplikimi i këtij sistemi. Sa do ta riskohen, se kjo është një nga gjërat për cilat qytetarët pyesin më shumë, sepse edhe lajmërimi është i tillë që shkoni më herët në aeroport, 2 apo 3 herë më herët se sa shkoni zakonisht, pavarësisht se ne e kemi në fakt edhe në kulturën tonë që të jemi pak më të vëmendshëm kur bëhet fjalë sidomos në aeroporte. Atëherë qytetarët duhet të kenë konsiderat që ky proces është përllogaritur që të zgjasë 3 minuta. 3 minuta nga momenti që futesh tek pajisja apo tek kompjuteri ku bëhet regjistrimi të dhënave, fotoja dhe shenjat e gishtave, zgjat vetëm 3 minuta. Por problemi nuk qëndron tek 3 minuti, sesa tek radha, sepse duke qenë se do ketë fluks, është regjistrim për herë të parë, të gjithë e kanë për herë të parë, nuk është se është hapur më parë edhe ata qytetarë që do udhtojnë për herë të parë pas sistemit i bie data 12, kështu që ndaj edhe është bërë thirrje edhe nga qeveria shqiptare, nga Ministria e Infrastrukturës që qytetarët duhet të jenë përpara në aeroport në mënyrë që mos të ketë vonesa, sepse mund të ndodhi që humbasin avionin. Kjo është arsyeja sepse ata duhet të jenë përpara. Ky proces është menduar që të zgjasë nga tetori deri në prill, presupozohet që të gjithë ata qytetarë të cilët udhtojnë, gati 80% e tyre të jenë të regjistruar për herë të parë dhe nuk do jetë nevoja që nëse do të kalojnë sërish në vendet e Schengenit apo të Bashkimit Evropian, aty nuk do jetë e nevojshme që të bëhet ky regjistrim. Mjafton që të skanosh pasaportën, të vendosësh shenjat e gishtave dhe nuk ka asnjë problem për të kaluar, do ta lehtësoj madje procesin e kalimit në pikën kufitare, do të ketë një punonjës i cili do të asistoj, sepse shumë nga ne nuk ka... Le të marrim parasysh që do të ketë edhe mosha të treta që mund të jenë udhëtarë. Kështu që nuk duhet të friksojnë qytetarët, kjo është ajo që unë dua që t'i them gjithë atyre të cilëve do udhtojnë pas datës 12 tetor. Ama mbetet e rëndësishme të sqarojmë diçka, avokat, sepse njoftimi është nëse udhtoni për herë të parë. Pra, a praktikohet kjo vetëm për ato që nuk ka asnjë vul në pasaport, e ka pasaportën të pa përdorur, apo bëhet për çdo udhëtar që nga data 12 deri në prill, siç edhe ju e përmendët, ka për të kryer një udhëtim drejt ndonjë vendi të Bashkimit Evropian? Kjo bëhet për të gjithë ata qytetarë të cilët do udhtojnë në këto vende. Pra, në vendet e Bashkimit Evropian nuk ka ndonjë ndalesë. Edhe nëse një qytetar do të udhtojë, po marr një shembull për festat e nëntorit, po e ka për herë të parë, i bie që ta bëjë të regjistrim. Të gjithë ne duhet ta bëjmë nëse do të kalojmë së paku një herë në këto vende, sepse mund ndodhi që kemi qytetarë që nuk kanë ndërmend që të udhtojnë dhe s'kan pse ta bëjnë një proces të tillë. Ata mund të udhtojnë në vende të cilat nuk janë pjesë e Schengenit apo të vendet të Bashkimit Evropian. Pra mund të jetë një vend, po marr Turqinë, ose po marr një vend tjetër ku shqiptarët lëvizin shpesh edhe nuk i nevojitet që ta bëjë këtë si proces. Po kjo është për ata të cilët kalojnë në këto vende dhe duhet bërë me patjetër. E kanë të nevojshme. Po, duhet bërë pas 12-ës dhe pastaj është përllogaritur që pas 3 viteve ky proces do bëhet sërish. Pra regjistrimi i të dhënave me shenjat e gishtave, me foton, duhet bërë pas 3 viteve.
mjafton që ne të fusim këto të dhëna dhe në momentin që do kalojmë sërish në këto vende do ta kemi shumë të thjeshtë se do kalojmë pasaportën, nuk do na vulloset pasaporta. Njohja do bëhet elektronikisht. Kjo rritet natyrisht për sigurimin, për rritjen e sigurisë së udhëtimit të qytetarëve në mënyrë që të ketë sa më shumë kontroll për sa i përket dokumentacionit dhe qytetarëve të cilët kalojnë. Kështu që nuk ka asgjë që... është një ndryshim i cili vjen për mirë. Është pozitiv, patjetër që këtu ka edhe, jo qëfmbetje, po qytetarë cilët nuk i bien ndesh me interesat e tyre, këtu e kanë fjalën për ata qytetarë cilët janë pjesë e krimit të organizuar apo trafiqeve të ndryshëm, natyrisht që kjo nuk është të mirën e tyre, po ne flasim për të mirën e sigurisë përgjithshme, e përgjithshme që ne na intereson dhe për diçka pozitive. Dhe një përkryetje tjetër që vjen tani, u thatë që pritet që deri në prill të kemë përfunduar. A do thotë kjo që të gjithë, edhe ata që nuk kanë ndërmend të udhëtojnë deri në prill, por do udhëtojnë një ditë, duhet që të përfundojnë këto regjistrime tani deri në këtë afat, apo kanë mundësi në secilën kohë, dhe nëse do udhëtojnë në maj ta bëjnë regjistrimin në asaj kohë? Kjo është për llogaritur që janë marrë qytetarë të cilët lëvizin më shpesh në këto vende dhe ka dalë me statistika që 80% e këtyre qytetarëve të cilët kanë lëvizur vitet e fundit, pra është marrë një mesatare e përgjithshme, presupozohet që të regjistrohen. Nëse ka qytetarë të cilët do të lëvizin pas prillit 2026, patjetër që ata do ta bëjnë këtë proces, pra do të regjistrohen, siç do regjistrojnë qytetarët brenda kësaj periudhe. Sepse është një sistem i ri i cili do vendoset në zbatim dhe besoj do praktikohet për një kohë shumë gjatë. Edhe një diçka tjetër, kjo nuk është implementuar në të gjitha vendet, pra mund të jetë implementuar, po marr rastin e kufive toksor, por jo në ato kufit cilat sigurohen përmes ajrit apo detit. Pra jemi ende në proces në mënyrë që të gjitha këto vende ta kenë të mundur instalimin e këtyre pajisjeve dhe mundësimin e qytetarëve për të bërë regjistrimin në këtë sistem. Le të themi që është një fazë pilot e këtij projekti, e sistemit të ri të hyrjes dhe daljes nga një vend i Bashkimit Evropian. Vlen për tu theksuar edhe mënyra se si do të veprohet në rastin që unë, një qytetare që jam larguar nga shtatori drejt një vendi evropian me një vull në pasaport, do kthehem sërish në Shqipëri. Pra, si funksionon procesin në një rast të tillë? Regjistrohem në shtetin ku... Prap, do regjistrohet në shtetin që do të dalësh. Pra, edhe qytetarët të cilët dalin nga një vend i Bashkimit Evropian dhe nuk e kanë realizuar të proces, duhet që ta bëjnë këtë regjistrim në vendin ku ata do të fluturojnë apo do të nisen për në Shqipëri dhe natyrisht që nuk do të marrin vull pasi të bëjnë kalimin apo check-inin për në vendin tonë dhe në momentin që ata do rikthehen, do vinë sërish, do jenë të regjistruar dhe nuk ka asnjë lloj problemi. Ndërkohë, gjithmonë pyetja është edhe te kostoja. Nëse mendojmë për këto ndryshime, unë si qytetari që do të udhëtoj në këtë vend dhe do më duhet të bëj këtë lloj regjistrimi, a duhet të paguaj kosto shtesë? Nuk ka asnjë kosto shtesë. Pra, qytetarët janë të qetë sepse nuk ka fare pagesë. Këto shpenzime apo kosto janë të mbuluara nga vendet të cilat e kanë implementuar dhe e kanë instaluar të teknologji dhe këtë sistem, kështu që duhet të rini të qetë sepse nuk ka asnjë ndryshim lidhur me kostot e mëparshme dhe qytetarët do të kenë mundësi që të lëvizin pas një pagesë shtesë. Pra, deri këtu jemi në një proces i cili garanton më shumë siguri dhe më shumë thjeshtësi për gjithë ata qytetarë të cilët udhëtojnë drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Po nga ana tjetër, si mund të indikoj bizneset ky sistemi i ri? A mund të përmirësoj më shumë punë? Se dim që ka nga ata të cilët udhëtojnë shpesh për të kryer marrëveshje biznesi ose gjithçka tjetër që lidhet me këtë fushë ose takimet ndryshme. Do t'i lehtësoj më shumë punë, sepse tashmë nuk do të kemi, pra do të kemi këto pajisje të cilat do të jenë instaluar në kufi, dhe qytetarët do kemë mundësi që të kalojnë më shpejt. Nëse
kemi pasur probleme lidhur në dogana, sepse kemi pasur jo ndrim turnesh, nga ka kapur që gjatë udhëtimit qytetarët të asen edhe në probleme të tilla administrative apo burokratike. Tashmë, ata nuk kanë mundësi që të presin nëse ka ardhur doganieri apo punonjësi policisë të bëj skanimin apo çekimin e pasaportës apo jo, dhe kjo realizohet në mënyrë automatike. Mjafton që të shkosh pranë pajisjes, të skanosh pasaportën, të vendosësh shenjat e gishtave dhe kalon shumë shpejt. Kështu që kjo e lehtëson punën për qytetarët cilët shkojnë për takime pune, për biznes, apo qoftë edhe për turizëm, pra ka arsye të ndryshme pse qytetarët shqiptarë udhtojnë, ose që për të takuar fëmijët e tyre, prindrit, pra kemi një sër arsyes pse ne do të shkojmë apo do të kalojmë në një vend të Bashkimit Evropian, kështu që kjo e lehtëson shumë këtë proces apo këtë kalim. Derisa ne të bëjmë pjesë me drejta të plota dhe pastaj mos të kemi probleme, por besoj që kjo do të jetë edhe një mundësi e mirë për këto biznese, të cilat do t'i uli shumë kohën dhe natyrisht do të ketë mundësi që të zhvillojnë sipërmarrjet apo bizneset e tyre. Eksakt. Po ndërkohë, ne dim që secili vendim shoqërohet edhe me reagime të ndryshme që vijnë nga qytetarët, mund të kenë pyetje, mund të kenë dilema të shumta se çfarë ndodh. E në të njëjtën kohë ne kemi pyetur në rrjetet tona sociale për të kuptuar më shumë edhe se si qëndron mendimi i tyre. Konkretisht kemi pyetur se si mendojnë dhe çfarë rezervash mund të kenë ndoshta nga ky ndryshim i ri sa i përket të dhënave biometrike, dhe opsioni i parë ishte masë nevojshme për sigurinë, që 50% e audiencës tonë ka votuar këtë të parën, disi shqetësuese për privatësinë 17%, nuk ka ndonjë ndikim, është thjesht procedurë teknike me 33%. Doja të dija një koment nga ana juaj, si shihni. Meqenëse se jemi tek pjesa e B, domethënë shqetësuese për privatësinë, Komisioni Evropian, i cili ka ndërmarrë të nisëm dhe vendimarrje dhe po ndjek të proces, ka garantuar një përpunim të dhënave në mënyrë shumë strikte, pra në mënyrë që privatësia e qytetarëve të garantohet, dhe kjo është e garantuar, sepse ndaj Komisioni është shprehur që ne kemi zgjatur kaq shumë instalimin apo implementimin e këtij sistemi, në mënyrë që ne të kishim një garantim sa më të mirë të dhënave personale. Kështu që qytetarët duhet që të jenë të sigurt. Ky 17% që ka votuar, do të paktën nga audienca jonë. Po, aty më vjen shumë mirë sepse e kanë kuptuar, pra 50% që ka qenë që është diçka masë nevojshme dhe është gjë pozitive, kjo tregon që qytetarët shqiptarë janë qytetarë cilët nuk kanë problem lidhur me kontrollin, sepse nuk kanë asgjë që ata të fshehin, kështu që flas për shumicën, por natyrisht që kemi segmentet caktuara të cilët, si në çdo vend botës, besoj që edhe Shqipëria nuk bën përjashtim, por që në tërësi është diçka pozitive. Po edhe 33% që në këtë rast procedurë teknike, ajo mund të ishte grupuar si është e njëjta situatë. Pra në këtë rast kemi qytetarë të cilët bien plotësisht dakord që pjesa më e madhe, të paktën që është një vendim i duhur, një hap i cili duhet ndërmarrë, dhe ju e përmendet avokat që është një sistem i cili është përsosur nga Bashkimi Evropian, paktën që nga viti 2017 deri më tani që do të vendoset në përdorim. Për të sqaruar edhe një herë shkurtimisht të gjitha hapat për gjithë ata qytetarë që po na ndjekin në këto momente. Pra nis nga 12 tetori. Nisja është nga 12 tetori, qytetarët duhet të kenë me vete pasaportën biometrike dhe gjithë kriteret të cilat janë për qytetarët shqiptarë të cilët duan të lëvizin në Bashkimin Evropian. Nuk ka ndryshuar asnjë kriter i tillë. Mjafton që të shkojnë pranë pajisjes, të skanojnë pasaportën, të bëjnë foton, pra është një aparat i cili do t'i mundsoj atyre bërjen e një fotografie me përmasat e pasaportës, duhet vendosin shenjat e gishtave, por mos të shqetësojnë qytetarët. 4 shenja gishtas mos gaboj? Po, të 4 shenjat e gishtave, por qytetarët mos të shqetësojnë, sepse këtë proces nuk do t'a kryejnë të vetëm, do të kenë një person, një punonjës, i cili do t'i asistoj për gjitha këto procese. Hapa dhe procedura. Gjitha këto hapa, kështu që
nuk ka asgjë për të shqetësuar, mjafton që e vetmja këshill është që ata duhet të jenë shumë më herët në aeroport. Të paktën minimalisht 2 orë përpara, në mënyrë që të mos kenë radhë të gjata në dhe mos të rrezikojnë të humbasin fluturimin. Që mos humbasin fluturimin. Kjo, e vetmja këshill kjo është që ata të jenë të paktën 2 orë përpara në aeroport, ose në pikën kufitare, sepse mund të jetë edhe... Përpara keni fjalën, ndryshe nga që kemi mësuar herë tjera që e kemi paraprakisht që duhet të jemi përpara, plus 2 orë ekstra po thoni, apo në tërësi 2 orë para... Jo, në tërësi 2 orë, minimalisht duhet të jenë 2 orë përpara, sepse ai më duket është 60 minuta përpara, nuk e kam idenë se sa duhet të jemi në aeroport. Tani check-in-i është bërë edhe online, kështu që po minimalisht 2 orë është përllogaritur, me një përllogaritje që kanë bërë ekspertët të cilët janë të angazhuar nga Bashkimi Evropian për instalimin e kësaj teknologjie apo procedure, dhe kjo do t'japi mundësi qytetarëve që mos të vonohen dhe mos të humbasin fluturimin për qytetarët cilët njëse me një avion, por edhe tragedin për ata të cilët kanë oraret e tragedit. Se do instalohet në porte, në aeroporte dhe në pika kufitare toksore. Në të treja këto mundësi komunikimi, ku qytetarët ka mundësi që të kalojnë. Por asgjë nuk ndryshon nga rregullat e sigurisë edhe nga ato procedurat të cilat ne i kemi ndjekur deri më tani, për te faktit që gjithçka do jetë elektronike për të lehtësuar procedurat për qytetarët. Unë po mendoja prindrit shqiptar, gjithsesi që edhe tani edhe deri në kohët e mëparshme, dinim që shkonim gati 5 orë përpara një udhëtimi, nuk e di tani do shkoj një ditë përpara. Me këto procedurat e reja. Kjo është gjë pozitive që prindrit paktën ose moshat cilat janë relativisht e mesme edhe sipër, është gjë pozitive, ashtu sikur se kemi edhe të rinj të cilët mendojnë që arrin në kohë, por kjo ka sjellë shumë probleme në momentin e udhëtimit. Mësojmë nga gabimet. Kështu që le të mësojmë nga gabimet dhe të shohim se si në fakt do të vijojë ky proces, i cili të paktën mua më duket i thjesht, po kam përshtypjen edhe për qytetarët kur të jenë aty në pika kufitare do të kuptojnë që me ndihmën e punonjësit që do t'i shoqëroj përgjatë kryerjes së këtij procesi nuk do të ketë asnjë problematik apo ndonjë vonesë. Avokat, faleminderit shumë që ishit me ne në studio, faleminderit për gjitha sqarimet. Faleminderit shumë për mundësinë që më dhatë dhe ju uroj suksese në këtë sezon. Faleminderit shumë.